kanë ardhur nga skaje të ndryshme të Kosovës për të jetuar në gurbet. Rreth 2000 kilometra larg vendlindjes, shqiptarët në kalstruhe të Gjermanisë nuk e kanë harruar një adet. Natë për natë, iftarin e qelin bashk. Këtë të premte, në qendrën kulturore islame, pasuli është ushqimi kryesor. Koha për ngrënien e gjellës dhe ushqimeve tjera nuk vonon. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ama ato, me përjashtim të hurmës e ujit, do të konsumohen pak më vonë. Përparësi, ka namazi i akshamit. Pas mbushjes shpirtërore, radha është për disa kashore. Çaste të bukura e të përbashkëta si këto i ndihmojnë të ndihen më afër vendlindjes. Megjithatë, shqiptarët e pranojnë se në Ramazani në gurbet nuk është lehtë. Mungesën e atdheut dhe largësinë e kanë të theksuar në gati çdo moment. Atmosfera është e zymt atëherë kur nuk i ke prindrit në kohën e iftarit, atëherë kur të mungon aroma e bukëve që i përgatit nëna, ushqimi i familjes, atmosfera familjare dhe gjitha këto e zbehin atmosferën e Ramazanit këtu në gurbet. Gjithë xhamati kanë pas një dëshirë me shku në Kosovë sepse kanë ndjer Ramazan atje më afër për shkak të aktiviteteve që janë në vendlindje, kurse viteve të fundit, alhamdulillah Allahut azza wa jall, domethënë mërgata e ndjen Ramazanin të njëjtë sikur se në Kosovë, sepse kemi xhamin këtu ku faktikisht bëhen iftare të përditshme. Këtu në xhamin tonë në Karlsruhe kemi marrë një kuzhinier prej Kosovës ku çdo natë ka iftare për burra, për gra, për fëmijë. Domethënë çdo ditë shifemi këtu e sidomos gjatë vikendeve të premte, të shtunën dhe dielën. Domethënë është bën një atmosferë pothuajse e njëjtë sikurse në Kosovë. Pjesa familjare siç e theka se vrehet mirë, po sadopak e ka zbut kjo të bim ky, si ta them, manifestim që e bën të gjithë bashku në këtë xhami. Dihet mungesa e familjes, mungesa e dhëut, sigurisht, po me krahasu me mërgimin që kanë pas baballarët tonë apo gjyshët tonë, sigurisht që është më i lehtë. Gjermania është vendi me më së shumti qytetarë nga Kosova. Shënjestër.net